Momenti për rubrikën ton ka jetë për te futbollit ku bëjmë lidhjen me zotin Avni Ponari, presidentin e Federatës Basketbollit. Mirëmbrëma zoti Ponari. Mirëmbrëma. Kanë filluar dhe finalja e meshkujve, mos gaboj, në basketboll mes Beslidhjes dhe Teutës. Ndeshja e parë e fitore me Beslidhjen, fitore Beslidhjes me dominim, duhet thënë. Po. Natyrisht Beslidhja ka qenë vetëm një ndeshje ka humbur gjatë gjithë kampionatit. Kështu që kjo finale është vetë e bukur, por ka diferencë në rivalitetin e tyre. Shpresojmë që do kemi të bukura deri në fund dhe le fitoja ai që është më i zoti, më i përgatitur. Por ajo që është më e bukur në këtë finale janë finalet e U20-s, ligës Sigal U20. Vajzat përfundoi pak ditë më përpara dhe fitoi Goga. Ndërsa këtë javë në Durrës është nesër janë gjysmëfinale, janë finalet e ligës U20, që është një risi në kampionatin kombëtar të basketbollit, sepse kjo U20 ka qenë një garë shumë e bukur, shumë e fortë, dhe në këtë U20 luajnë vetëm lojtarë shqiptarë, pra me qëllim që duke qenë se ne finalizuam Superligën dhe kategorinë e parë, i lejuam që ato të lojtarë të huaj. Kjo liga Sigal është një ligë moderne, 20 vjeçarësh, vajza dhe djemë, për të dhënë atë impulsin e madh për të treguar edhe këtyre ekipeve që pra i kemi talentet këtu dhe referohemi kësaj lige për të ndërtuar dhe ekipet shqiptare. Superligës dhe kategorisë. Sa ekipe kanë marrë pjesë ke kampionati U20? Kanë marrë pjesë 7 ekipe tek U20-a djem dhe më pak vajza. Por vitin tjetër natyrisht që do jenë më shumë djem dhe më shumë vajza, më shumë ekipe. Sepse U16-a, U18-a janë nga 16 ekipe, kështu që prurjet në U20 janë shumë më të mëdha. Këto janë ekipe zinxhir të ekipeve kryesore, domethënë të skuadrave kryesore, apo janë skuadra dhe të ndërtuara rishtazi, domethënë? Jo, janë kryesisht ekipeve zinxhir të ekipeve kryesore të Superligës dhe kategorisë parë. Kategorisë parë. Dhe një pyetje doja përpara këshillës tuaj, zoti Ponari, në lidhje me asamblen e Komitetit Olimpik që u zhvillua këtë javë. Zoti Fidel Ylli u rikonfirmua në postin e presidentit, u zgjodhi një kryesi e re në ndërtimin e 4 viteve. Ju si e pat këtë event? Unë si federat ne morëm pjesë, po ato ishin të përcaktuara dhe edhe zgjedhja në votimi ishte e përcaktuar, kështu që dihej që çfarë do të ndodhte, sepse tillë ishte struktura e ndërtimit strukturës, kështu që Fideli u konfirmua në këtë mandat të dytë, më themi. Por mendoj që fakti që nuk merr pjesë futbolli është një që është sporti kryesor, do të thotë që ka problematika dhe mendoj që duhet ta zgjidhin atë ngjarje që është midis dy Komitetit Olimpik dhe Federatës Futbollit. Është domosdoshmëri që ato të jenë që Komiteti Olimpik bëjë detyrën e tij dhe Federata e Futbollit bëjë detyrën e saj. E kuptoj. Okej, kalojmë dhe tek këshilla që na jepni gjithmonë rreth sigurimeve, rreth Sigalit, ku do ndalesh sot? Ajo që unë do t'i thoja është që njerëzit duhet ndërgjegjësohen, të kuptojnë rëndësinë e sigurimeve, të kuptojnë që ngjarjet janë të vazhdueshme dhe janë natyrore. Para 3 ditë, 4 ditë që tërmet i madh goditi Stambollin, po. Edhe ne mund godas në çdo vend, në çdo pikë të globit. Të jemi të përgatitur të siguruar është domosdoshmëri. Kosto e sigurimeve për një apartament është 50.000 lekë në vit, të vjetra, ose 50 euro. Pra njerëzit nënvlerësojnë për shumë arsye. Sigurimet kanë tarifat të vogla, por kanë garanci të mëdha, sepse gjithçka është e mbuluar dhe e harmonizuar shumë me kujdes nga ekspertët e sigurimeve, kështu që
unë do të uroja që çdo njeri t'i drejtohet sigurimeve për të qenë një kontraktor dhe jo një lyps nesër në rast se psojnë ngjarje nga më të ndryshme, shëndetësore apo materiale apo dëmtime të ndryshme, dhe duke qenë të kontraktuar me një sigurues, që unë një them që Sigali mbetet lideri në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, le të shkojnë të gjitha zyrat dhe marrin ato produkte që ju duan. Edhe shëndetësore, edhe materiale, edhe sigurime makinash, kasko, edhe sigurime të tjera që janë domosdoshme nga zjarri, nga tërmeti dhe nga çdo lloj faktori tjetër që janë rrisje të njohura. Secili e di se ku ka riskun dhe secili duhet luftojë vetë për ta mbrojtur atë rrezik që mund ta ndjej ose që mendon që duhet ta mbrojë financiarisht. Një këshill me vend si gjithmonë. Zoti Bonari, ju falenderojmë. Edhe unë ju falenderoj. Kalofshi një fundjavë të mirë. Suksese. Faleminderit. Ishim me zotin Bonari, gjithmonë na sjell të reja rreth basketbollit, por edhe rreth sigurimeve ku sugjeron gjithmonë paketat e Sigal.